Maliqi është mbajtur edicioni 18 i festës së ëmbëlsirave dhe produkteve bujqësore eblektorale, një aktivitet që prej pothuajse 2 dekadash është kthyer në traditë për banorët e zonës dhe një atraksion për vizitorët. Kryetari i Bashkisë së Maliqit Gëzim Topçiu shpreh se kjo fest pasqyron më së miri larmishmërinë e prodhimeve të fushës dhe punën e anvisave, fermerëve dhe blektorëve të çdo njësie administrative nga Liboniku e Pojani deri te Pirgu, Gora e Moglica. Ai theksoi se nga viti në vit aktiviteti vjen gjithnjë më i pasur, duke u bërë një mundësi e mirë për të promovuar produktet tradicionale jo vetëm në zonë, por edhe më gjerë në Shqipëri. 18 vjet jo pak që festa e ëmbëlsirave, festa e produkteve bujqësore blektorale hapsi pari në Maliq. Çdo vit e më mirë, çdo vit edhe produkte më tradicionale, çdo ditë patjetër edhe produkte të cilat i rezistojnë kohës, por marrin edhe eksperjenca të reja nga vendet ku punojnë edhe emigrantët, por dhe të gjithë maliqarët që lëvizin nga njëri qytet në tjetrin. Dua t'i falenderoj të gjithë fermerët e fushës Maliqit, blektorët, të gjithë anvisat e të gjitha njësive administrative Maliq, Libonik, Pojan, Vreshta, Spir, Gore, Moglis, të cilët e bëjnë këtë fest aq të larmishme sa ndonjëherë çuditemi me produktet, me prodhimet, në atë çfarë prodhon kjo zonë. Le të jetë kjo pjesë e vizitueshme për të gjithë qytetarët, për të gjithë turistët, e patjetër le të jenë këto prodhime pjesë e produkteve tona që jo vetëm në zonën tonë, por në gjithë Shqipërinë. Anvisat pjesëmarrëse sollën gatime të shumta tradicionale me styre lakrori në saç dhe lakrorin me spinaq, por edhe ëmbëlsira të njohura si baklavaja, revania, hallva, keku dhe petullat e sapo gatuara. Ato treguan se kjo është një traditë që përcillet brez pas brezi dhe çdo vit sjell kënaqësi të madhe për komunitetin. Në stenda nuk munguan as prodhimet e tjera karakteristike si petkat, trahanaja e ëmbël dhe thart, dromkat, turshit, specat, misri e panxhari i sheqerit. Po aq të pranishme ishin pije tradicionale si rakia e thanës, rrushit dhe kumbullës, produktet e Gorës, me kulaçin e pëngjirin si dhe djathrat e dhis dhe deles. Atyre ne si anvisa, disa nga gatimet tradicionale është lakrori në saç, lakrori me dy peta, me spinaq, kemi sjell ëmbëlsira si tradicionale që është baklavaja, revania, hallva, petë portokalli, kek, shumë lloj të ndryshme, komposto, turshira, perime, speca, qyniet ose misri, panxar sheqeri, janë këto disa nga produktet e perimeve që karakterizojnë edhe Bashkinë e Maliqit. Atëherë zairet e dimrit janë petka, trani ëmbël, trani thartë, dromkat, to dhe shumë të tjera. Administrative Gorë ka sjellë këto produkte. Kemi raki të ndryshme, të thane, rushi, kumbulle, kemi vada që janë produkte bujqësore të zonës, thanat, kemi dhe gatime tradicionale si që janë kulaçi, pengjire, ëmbëlsira të ndryshme, gjithashtu dhe djatra të ndryshme, vije, deleje, nga prodhimet blektorale. Këto evenimente e ndihmojnë shumë zonën tonë për të bërë e njohur për produktet që ka, sepse është zonë shumë turistike. Është tradita tonë e Maliqit. Dhe neve tash po bëjmë ca festa të gatshme për popullin e Maliqit. Kënaqemi vit për vit, organizon kryetari Topçiu. Sipas pjesëmarrësve, aktivitetet të tilla ndihmojnë shumë në promovimin e zonës dhe e bëjnë Maliqin më të njohur si destinacion turistik dhe kulinar. Festa mbetet një rast për të shijuar prodhimet vendase, për të ruajtur traditën si dhe për të nxitur zhvillimin rural.